Në një atmosferë respekti dhe nderimi, në qytetin e Lushnjës u zhvillua ceremonia përkujtimore me rastin e 81 vjetorit të krijimit të Brigadës së 10 sulmuese partizane, e formuar më 29 tetor 1944 në Karbunar me urdhër të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionale Qërimtare. Kjo brigadë, e cila përbëhej nga rreth 1225 partizan, të përzgjedhur nga batalionet Rizat Serova, Tefik Lapani, Ajet Gjindole dhe Myzeqeja, përfaqësoi një akt të rëndësishëm në konsolidimin e luftës për çlirim në jug të Shqipërisë. Ajo mbajti gjallë frymën e qëndresës dhe shpresën për një Shqipëri të lirë. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, mes tyre dhe nënkryetaria e Bashkisë Lushnjës zonja Elida Mezini, si dhe drejtues të rajonit 5. Me përulësi dhe vlerësim, ata nderuan kontributin e partizanëve dhe përçuan mesazhe për ruajtjen e historisë së lavdishme të luftës antifashiste. Aktiviteti përfshiu vendosjen e kurorave me lule pranë lapidarit në Karbunar, intonimin e himnit kombëtar dhe rrëfime të emocionuara nga veteranë dhe pasardhës të partizanëve. Kujtimi i sakrificave dhe heroizmit të brigadës shërben sot si një udhërrëfyes për brezat e ri në edukimin me ndjenjën e atë dhe dashurisë, dinjitetit dhe lirisë. Në fund të aktivitetit, pasardhësit si veteranëve të luftës u shpreh. 81 vjetori i formimit Brigadës 10 këtu në Karbunar, ku ajo gjeti mbështetjen e Karbunarësit dhe të disa fshatar përreth të Myzeqes.